ruju prej babës edhe prej nanës. E di që jeni mësu gjithmonë me nani të thonë duhet me i respektu, duhet me i dasht, është e vërtet që ashtu është. Mirë po sot po të thamë ruju prej babës edhe prej nanës. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, çdo fëmijë lind në natyrshmërinë e tina të pastërt. Në Islam lind pa sherr. Pastaj ka thonë Muhamedi alayhi salam, baba dhe nana e tina ose e bajnë jahudi, ose e bajnë krishter, ose e bajnë zjarpotist. Nuk e ka përmend që e bajnë musliman, për shkak se ai është veç musliman. Do me thanë, baba e nana ka mundësi me i bind ka njëherë në sherr. Edhe kjo është e vërtet. Edhe na jem dëshmitar që shpesh baba dhe nana e udhëheqin familjen me një sherr, me një dalalet. Ju ka met për përpara. Allahu i falt ata dhe neve. Mirë po kujdes. Ka thënë Allahu azza wa jall, në gjithë shka duhet me ngu babën edhe nanën, përveç kur të urdhrojnë me i ba shok Allahut azza wa jall mos i shko përmas. Kur të urdhrojnë për harame ki kujdes, mos shko përmas tyne. Ama për ndryshe gjithmonë respektoj. Po Allah na rujt, edhe në qoftë se të urdhrojnë me i ba shok Allahut azza wa jall, sillo mirë me ta, ama mos i nga. E na e dim që shumë, Allah na rujt, shumë prej baballarve, shumë prej nanave kanë gabime të cilat munohen me i mjell të evlat të tyne. Allah azza wa jall na rujt e na nimov gjithmonë me krejt respektin për prindrit. Megjithatë, prej secilit duhet me pas kujdes.